Të mdhëm mendoj për ata sy, ta fala jetën, zemrën ishim unë dhe ti. Po lëre dashurin se unë s'mendoj për ty, s'dua ta fal të ndarje, po që të bëj ty. Po e lek të mua se mua s'më lëbari, tre pompa në mëngjes e prap jam i pari. Budallaj që vogël më çon jashtë sistem, ti e bjonde, modele, Francesca Rustemi. Ja pra miq, kështu do të kemi mundësinë të nisnim edhe mbrëmjen e sotme me një ftuar special i cili vjen nga kasti i njohur i Portokalli, një spektakël i humorit i cili ka ndërtuar dhe ka mbërthyer të gjithë shqiptarët aty. Ne do të kemi mundësinë të realizojmë sot si intervistë me Kedi Gishto. Faleminderit që më ftuat, shumë faleminderit, jam shumë i kënaqur që jam këtu mes jush. Ti je bomba atomike atje në skenë, jemi bomb këtu tek podcasti. Po e shoh. Pa filtra gjithmonë dhe mundojmë bomb. Të drëmë? Jo, jemi në të njëjtin vibe, kështu që jemi mirë. Super fare. Si ka qenë kjo periudhë mirë, ëh? E ngarkuar aty, Portokallia, prova. Portokallia jemi pushim në aspektin e Portokallisë, po kemi punë të tjera, jemi duke përgatitur një shfaqje që ka të bëjë me personazhet e Portokallisë, do jepet në Teatrin e Korçës në datën 30 janar, po në Korçën ton patrioti im. Kemi Korçën tani bre lart, kemi nga Korça. Edhe goxha angazhim me punë, domethënë, pavarësisht se Portokallia është në sezonin e saj pushim për momentin. Keni ti nga Korça, a? Ke 11 vjet këtu në Tiranë. Po, unë jam botë Tiranës. Po zako ti këtu. Po çfarë thua Po unë? na trego pak për fillimin, si kanë qenë fillimet tënde këtu në Tiranë, domethënë. Fillimet e ai ishte të vështira si ishte. Ja të ta them unë si ishte. E ma thua një çështë bre. Korçarçe do të ta them. Fillimet e mia në Tiranë ishin të çuditshme, kupton? Unë më prisnin dy kushërinjtë e mi të parë. Se e di që Po pse më të çuditshme? Po të çuditshme se njërin e kam trim kështu nga natyra, edhe ai ishte gjatë gjithë kohës që mos të ruaj më ke mua. Kurse atë tjetrin e kam shumë intelektual dhe ishte Tirana është e frikshme. Këtu të vjedhin kujdes telefonin. Edhe ditën e parë që kam ardhur me fugonu në Tiranë. Te xhuxhat. Okej. Ka pasur një tabel me një kompani telefonike e vendosur edhe marr kushuririn që vërteteve makinë gjithkohë se i them Lali jam këtu i thash te në hyrje të Tiranës te xhuxhat. Po ku fiks më tha mua? I thash te tabela. Që ishte me atë emrin, kupton? Pas 3 minutash ndryshoi ajo tabela u kthye kompani cigare, nga ato që ndrohen. Ore po kjo kthye kështu i thash mua. Dhe thari aty se e di. Më dukesh të çuditshme, s'kishim në kosh neve nga këto. Këto gjëra digjitale, që rrotullash, majtas djathtas. Edhe pastaj nisi jetesa, unë shpinën e parë time e kam pasur te shkolla e baletit. Me Akademinë e Arteve shumë afër, domethënë, kështu që edhe ç'të them unë për jetën fillimet e mia, kam pasur ca momente varësie në ato fillimet e mia, erdha me varësira që nga qyteti ku isha edhe varësira, po Tysoni nuk është krijuar kot si personazh, kështu që domethënë Zanafillin e ka nga e vërteta. Po, Zanafillin e ka nga unë, edhe ishte okay. Jetë kështu më metropoli. Ma drejt kamerën këtë krahun, domethënë drejt kamerës te, janë gjithë tatuazhe. Çfarë kuptimi kanë këto? Këto kanë, shiko, një pjesë e mirë e tyre i kanë pikturuar vetë. Oh, po ti këngëtar po. Jo, thjesht i kanë pikturuar, i ka bërë tatuatori pastaj këto. Këtë unë me emri motrës, kjo është në mendimin tim Dreamer, kjo është I'm an alien, you are just a human to me. Unë jam Bektashi dhe besoj shumë te Kanë kuptim. Kam të gjitha kuptim. Janë me domethënë. They kanë pasur varësi. Të keqe nuk ka stile ta. Tash një çishkë nga kjo, nga në një fond këthe nga shashi e ke llafe. Ande, vetëm ande. Në fillim, tani marrim me çishën e monal po tash nuk është kaq për të qeshur kjo po. Vetëm ande. Nuk e atë jo nuk e çon. Andej. Shiko, ne kemi të bukur në Korçë se ne nuk e kthemi hën, fjalë, këtë shkronjën h. Jo. Ne themi tanën. Ana, alla, angra. Hajde më me mua tash ja të vëmë të andojnë kërnac, të pim ndonjë biraj që kanë tash ja. Tash çfarë të bësh? Ja kemi në Korçë.
Po dhe si ndodhi që ti arrite më në fund të shkëputesh nga qyteti jot i Korçës me gjithë ato bëmat e tua? Shiko, unë nga Korça kam dashur gjithmonë të shkëputem. Gjithmonë më ka pëlqyer të iki nga Korça, se qyteti vogël edhe nuk më përmbushte. Fati im i mirë është që unë vazhdova, mu fiksua në trush duhet të vazhdoja aktrimin edhe e ushqyer kjo edhe nga fëmijëria ime, pjesë e teatrit që i vogël edhe në vazhdimsi. Kur fitova Akademinë e Arteve ishte o zoti i madh, unë kapa qiellin me dorë, domethënë, nuk e di çfarë lumturie pata atë periudhë dhe normalisht përshtatjen me Tiranën përveç këtyre budallëqeve të fillimit, po e kisha shumë të mirë se më pëlqente kjo jeta e metropolit që ka Tirana. U katapultove shpejt. Po, plus që unë që adoleshent isha në për klabe, jetë nate, organizime, kështu gjërash, edhe këtu ishte habitati im tamam si duhet. Tamam të sigurt ti për të bërë që ke dashur. Edhe mustine këtu. Dhe pastaj si gjithë studentët më që vinim edhe të shmëndeshim në Tiranë. Mirë, shiko, se na dëgjonte mami dhe babi se tani dhe aq. I din, unë i kam treguar të gjitha në shtëpi, nuk mbaj kështu sekrete. Je open shumë me mami dhe babin. Nuk është se dëgjoj ndonjë gjë. Tani ai ka ndryshuar, tani një person i suksesshëm, gjëra kanë progresuar, kështu që i kujtojmë të skuarës. Shumë i shëndetshëm për momentin. Super, dëgjoj, po kush ka qenë shtylla kryesore, motivi, qëllimi, ndoshta prirja në shtëpinë tënde, mami ose babi artistike flas që të kanë ndikuar ty. Shiko kush është e çuditshme. Të ka bërë këtë konglomeratin e madh, pak aktor, pak këngëtar, pak do të them një perlë tani që s'ka lidhje. Po, okay. Ke ndonjë të trashëguar apo jo? Shiko, unë prindrit e mi, mami është flautiste. Dhe është mësuese muzike për momentin në Korçë, kurse i matë është ekonomist. Babi ka të bëjë me shifrat. Me shifrat, dhe unë kam pasur një gjë të mirë që kam ja 3 diploma olimpiadash matematike në shtëpi. Është e çuditshme kjo të beton. Dhe kur doja të vazhdoja aktrimin, mami ishte suport për mua, mirë po i matë kishte këto mendime që duhet të bëhesh arkitekt ose inxhinier ose doktor. Kesh një rrogë bazë? Po, 3 profesionet bazë të çdo prindri në Shqipëri këto janë. Dhe unë për të mos dalë mirë me mësime, kam nxjerr notët e maturës, i kam ulur, domethënë, desh ngela, po thuajse, se po të dilja mirë nuk do më linte të regjistrohesha në Akademinë të Arteve. Dhe kur kam hedhur ato çajsha i formulari i zënjësh, kam hedhur vetëm aktrim dhe klarinet. Klarinetën nuk as futesha dot në konkurs, kështu që kisha vetëm tek mundësi në jetë. Atë vit domethënë ose do ta dishja si vit. Intuita e mami domethënë ka qenë ajo që po, e kam pasur dhe vazhdoj ta kem suportin tim më të madh. Domethënë shumica e gjërave që bëj në jetë është për të ndjer mamaja Ariana ime kështu. Wow. Sa bukur. Po dhe besoj ja ke dal patjetër, për shembull unë kujtojmë fillesat e tua për shembull në Alpazar apo jo? Po, në Alpazar. Si kanë qenë ato? Shiko, ka qenë shumë e çuditshme. Unë mbarova Akademinë e Arteve dhe u ktheva, po punoja kamarier në Korçë ato 3 muajt që nuk kishte sezon. Po, sa mbarova akademinë, domethënë shfaqja e fundit ishte Bertolt Brecht. Kisha bërë një super personazh dhe u ktheva në Korçë dhe i mat më tha, tani mbarove shkollën, lek nga unë nuk kam, tha, kështu që puno. Edhe para se të ikja në Akademinë të Arteve, unë punoja në një lokal dasmash, kamarier. Dhe pasi mbarova akademinë, u ktheva prapë te një njëjti lokal, po punoja në për dasma. Dhe ishte përjetimi im ishte i kese, kjo ato ëndrat e Akademia e Arteve, Molière, Shakespeare, kur të dalë unë të mbaroj shkollën, do çajm skena dhe do thyem teatrët. Ishte pritshmëri nga vetja. Pritshmëri nga vetja dhe kapa veten kamarier në përdasma. Dhe një ditë të bukur i thosha babit që shiko, unë nuk duhet vetë të konkurroj te Alpazari, se te Alpazari e marr direkt. Mirë po, në Portokalli nuk shkoja dot, sa ashtu kisha një lloj konflikti me ish pedagogun tim, që e kam shumë gjanë tash. Edhe vendosa, thash po shkoj te Alpazari. Kam shkuar te Alpazari, kam bërë, domethënë kisha përgatitur një 6 personazhe të ndryshme dhe bërë audicion. Po, audicion me Gonin. Dhe personazhi që pëlqeu më shumë Goni ishte Tysoni. Domethënë, në atë periudhë nuk ishin dalë këta çunat që personazhet që e çunave që pinin bar, kupton, ishte shumë hit. Aty nisa avash, bëra shkollën e dytë masterin, si të thuash, në Alpazar, sepse Goni është mjeshtri ose nuk më i modhi në vend, ta quajmë kështu me gjuhë rruge, për kabaretin. Dhe nga ai unë mësova
pafund shumë, mësova edhe si të shkruash material, mësova edhe si të hedh batutën më mirë në skenë. Ka qenë një shkollë e dytë Goni? Ka qenë master i aktrimit për mua, në fushën e kabaretit. Sa e bukur. Pata suport të madh nga Goni, më mbështeti pafund, hapësira, domethënë arriti një pikë që çdo ide që vinte në tru, thjesht ja paraqisja dhe thosha, po ta bëjmë këtë. Okej, hajde ta provojmë. Krijoj siguri dhe ai. Po, krijoj siguri. Krijoj Po besueshmëri. dëgjoj se Akron Llakaj sigurisht është një emër shumë i rëndësishëm, pothuajse në gjithë këto dekada që kemi kaluar, nuk ka mbet rast pa e përmendur dhe vazhdon akoma të jetë stoik në qendrën e vëmendjes në media dhe në show-n dhe vënë vet ku ti të bëj më mirë aktrimin dhe gjitha skeçet e veta. Por çfarë është më rëndësi që dua të di unë, kaq mirë vaju kanë shkuar marrëdhëniet se ka të rinj në skenë, të rinj sot aktorë që dalin në skenë edhe i ka suportuar sigurisht Akron Llakaj dhe të gjithë flasin për një konsiderat me një vlerësim të jashtëzakonshëm. Përtej kësaj, skena ka edhe backstage, sigurisht. Sigurisht që ka. Çfarë ndodh aty në backstage? Çfarë ka pëlqyer aty një gjë ose nëse ka qenë diçka në një disfat e jotja të ka mbështetur ose nëse nuk ka qenë një disfat, po të ka parë ty që ty të ka nipur mend të mbi flok, të ka thënë stop. Shiko, shumicën e kohës në për këto lloj punërash normalisht që ka debate, diskutime, sepse janë nerva pune, diskutime pune. Sigurisht ka pasur momente ku unë edhe filloja fluturoja, edhe Goni dinte më së miri se si të ulte me këmbë në tokë. Por që mirënjohja që ka mundaj atij njeriu është aq e madhe sa çdo lloj gjë tjetër që mund të ketë ndodhur nuk ka rëndësi. Konsiderate jashtëzakonshme, mendon pa fjalë të jashtëzakonshme që kanë dalë nga, si themi, nga foleja, nga shtëpia, nga showi i tij. Përpara se të jetë një profesionist, Goni ka ditur të jetë një njerëz dhe këtë na le të kuptojmë të gjithë edhe ne si publik, patjetër që po. Është e vërtetë. Dhe pastaj ti rrugëtove dhe të mori rrjedha dhe pastaj u katapultove në Top Channel. Në Alpazar sa ke qenë? Shiko, në Alpazar kam vënë diku te 4 vite. 4 vite. Vitin e tretë kam pasur një diskutim me ish regjisorin e Portokallis, më kërkoi në Portokalli për një ofertë. Po më erdhi ofertë dhe në atë periudhë nuk e vendova të drejtë televizja për hir të miqësisë dhe për hir të respektit që kisha ndaj Gonit. Dhe më vonë, një vit më pas, mendova që shikoj po rritem mjaftueshëm, kam nevojë për më shumë të ardhura, kam nevojë për më shumë emër në thonjza edhe po më dukej sikur te vendi ku isha nuk po jepja, isha domethënë të njëjta ujëra. Dhe Erioni Saji së bashku me Ilir Muhametan, me regjisorin e Portokallis tani, bën një diskutim me njëri tjetrin, shife këtë djalin është çuni mirë, ndërkohë unë luajta te një shfaqje e Erionit Perfektis Konoshutit, rësisht tuaj. Në teatr. Po në teatr dhe kisha super personazh aty, vdiste publiku si qeshuri me mua dhe Erioni tha shife njëri të çunin, se është i mirë. Iliri e pa, i prezantova materialet Ilirit, i pëlqeu mënyra se si po e konceptonim Tysonin për ta nxjerrë me Salsanon ose me moderator kushdo që ishte aty. Dhe kështu nisi rrugtimi në Portokalli. Pa dashur një ditë në mungesë të Edi Ramës, si personazhit e Edi Ramës, po flisin na duhet një Edi Rama dhe thash unë shife se e bëj unë. Dhe po pinim cigare te balkoni ku pim cigare në tope dhe vjen Rezveleshnja dhe më thot bëj një Ramën ti, bëj një Rama. Dhe them unë nisam për tjetër se po nisam dhe e para që vetmja gjë që imitoja tamam ishte e Partia Socialiste e Shqipërisë, ka arritur ti tregoj. Wow! Si që ishte rezi kështu ti për muj direkt, e bo ky i riu, se sa kisha shkuar, e bo ky i riu. Dhe nga me Tysonin kështu e çove në skenë. U bëra me dy personazhe dhe mbaj mend herën e parë që dola me Ramën në skenë, ishte Rama, Meta edhe Sali Berisha në skenë. Dhe ishte Rama në si Bojaxhi, nuk e di, një skeç i tillë ishte dhe emocione o zoti i madh. Duart më mpin, goja më tha. Hera e parë që mi ikte teksti. O zoti i madh. Njerëzit që shikonin kështu, se di po flasim për një nga skenat më të mëdha në Shqipëri, jo për nuk e haroj. Një skenë vogël. Ishte edhe ditë që unë të njëjtën ditë kisha edhe shfaqje në teatr, domethënë sa mbaroja xhirimin në Portokalli, direkt duhet të vija në orën 8 se ishte shfaqja në Teatr Kombëtar. Impenjative shumë. Dhe ishin emocione për të teatri, emocione me Ramën, emocione se kisha dhe monolog me Tysonin.
Po që ja dola, dhe pas tani më është bërë kështu edhe Rama si gjithë personazhet e tjerë, domethënë. Është eksperiencë. Po, kam fituar si eksperiencë dhe Jo, ke fituar shumë eksperiencë, jo pak, është eksperiencë e madhe fare. hajt më mirë. Aktor lind apo bëhesh, si mendon? Unë mendoj sa të kanë ndihmuar shkolla e aktrimit që ke bërë? Unë mendoj që disa të dhëna të aktrimit lindin me ty. Kurse shkolla është ajo që të tregon rrugën se si të bëhesh. Tani a është e drejtë apo jo ajo rrugë, kjo është çështje që mund ta diskutojmë. Por një rrugë ta tregon, pastaj ti zgjedh tecësh si të duash në jetë dhe në skenë. Pra, autodidakte, është edhe procesi autodidakt? Po, është proces autodidakt, po shkolla të mëson ato rregullat, të mban. Është një lloj si autoshkolla që ti mund të dish ta ngasësh makinën, po në autoshkollë mëson tabelat. Ku hecet, ku secet edhe e njëjta gjë funksionon edhe me shkollën Po e çfarë mendimi, çfarë administratës. përshtypje të ka thënë Rama kur të ka dëgjuar, se një impresion e ka patur ai se jo nga të gjithë aktorët është arritur realizimi i përsosur mjeshtëror se si mund të imitosh ato Unë personazhi. di që në zë i shkoj goxha mirë, kurse sigurisht në pamje ai është një 40 cm më i gjatë se unë. Nuk e di sa është, një 2 ca. Unë jam një 89, kështu që është ca më i gjatë se unë. Në pamje deri diku mundohemi t'i përafrohemi. Mirë, nuk është se ka marrë ndonjë wow, është ai nga Korça që më bën mua. Po që Po komente ke marrë. Po, komente mirë. Domethënë, Rama është një personazh i luajtur nga Flori dhe normalisht njerëzit e lidhin automatikisht me Florin atë dhe është shumë e vështirë që njerëzit ta perceptojnë që ka dalë një çun i ri që po bën Ramën. Po gjithsesi, ka nga ata që thon Flori e bënte më mirë, ka nga ata që thon ua, kush është ky? Zëri identik si dallohet fare. Ka lloj koment, ty lish komentesh domethënë. Të flasim pak edhe për pjesëmarrjen tënde në Portokalli, në një kast i madh aty, domethënë të punosh në një media ose në një emision ke një staf po e ke pak më të vogël domethënë në numër. Ju jeni një staf gjigant aty. Nga eksperienca që kam pasur në Top Channel e di që jeni një staf gjigant, keni një harmoni shumë mirë me njëri tjetrin, shkoni shumë mirë aty. Është e vërtet, shkojmë shumë. Si ka mundësi në fakt sepse ka goxha konkurrencë në të tilla spektakle. Tek ju sikur s'ndodh kështu. Po, kam përshtypje nuk ndodh se aty janë ngjyrat e ndara, kushdo ka personazhet e vet. Nuk i hym dikujt në territor, as na hyn, se po e flasim kështu si gjumban tash. Sigurisht. Pronat. Tash ndoshta ego e profesionale edhe ka, po që nuk është kaq toksike sa për të krijuar debate e sherem, se të thash. Është e kohë të pyes me kush shkon më mirë ose kush është më i mirë, ju gjeni. Okej, po Jo pikërisht se jeni nga Korça, po Shiko, me Eugene jemi që të vegjël. Kimiu të dy. Po, edhe na ngjitin shumë gjërat me njëri tjetrin. Dhe e bukura me Eugene ishte unë isha në Alpazar, Eugene ishte te Kosheria edhe po luanim bashkë në një shfaqje në Korçë. Ju bashkon te Korça, ju njëjti qytet, njëjti teatër. Luanim bashkë edhe bënim për ditë rrugën Tiranë Korçë me makinën time me Eugenin edhe gjithkohë si thosha Eugeni, po pse s'vjen ande nga neti? Eugeni thoshte po hajde ti kthe nga unë. Hajde ti kthe nga unë. E pastaj na bashkoi Portokallia të dyve edhe. Ishte surprizë kjo bashkim Portokallis apo ishte si një vendim i marrë nga Jo, neve ishim prapë në një shfaqje, karnavalet e Korçës, luanim me Eugenin edhe aty në diskutime sipër menduam që të krijonim dy studentë në fakt. Dhe pastaj mendimi tjetër që na erdhi ishte të krijonim Tyson dhe Gjyshja. Unë kisha personazhin e Tysonit, Eugenit të Gjyshes. Sa personazhe, sepse Tyson është shumë famous, edhe famoz, edhe Gjyshja nga Eugeni është shumë famoze. Tjetër keni këtë dhe tani kemi Ramën? Po, Ramën. Bëj një në konceptin tim të këtyre çunave që futem te përputhen, Lejsi e ka emrin, po s'ka të bëj me atë çunin. Dhe kemi nxjerr një skeç të ri që quhet 2 është me këto problemet e nxënësve, më të thash. Janë goxha role. Mirë, vërtetëmi. Cili është roli që e ke marrë për vetes? Tysoni? Po, Tysonin e kam kështu. Se ka ardhur edhe nga zona filla e jetës tënde. Po, e kam shumë për zemër, po. Domethënë ka ca momente që i fut shumë nga gjërat e mia Tysonit në lojë. Do arrijë dot të bëjë një diferencim midis teatrit edhe skenës së Portokallis, ku do ta shikoj. Ju ta shikojë po. Ku e keti më shumë, ku e jepi më shumë shpirtërisht veten? Për shembull thuaj që në teatr e ke publikun aty, por dhe në Portokalli e ke publikun aty, nuk e di si do një ndasim. Shiko, në teatr, domethënë emocioni është ndryshe,
por ke diçka që ti je shumë i sigurt me veten. Në aspektin profesional ti ke punuar 1 muaj, je marrë me personazhin, atë tekstin e ka shkruar është koha që është tjetër. avans. Kurse në Portokalli është fast food, do më thënë kemi 2-3 ditë kohë për të shkruar tekstin, një ditë prova në sken, ditën tjetër provë generale në mëngjes dhe në darkë. Një javë duhet i finalizuar. Dhe brenda një jave gjithë ky procesi që zhvillohet në teatr për 1 muaj, këtu bëhet për 4 ditë. Wow, shumë dhe normalisht për të nxjerrë një sketch diku te 7 minuta, 8 minuta, duhen 2 faqe gjys tekst. Aty në teksti do mundohesh të jesh sa më shkurt, po sa më shumë batuta. E lodhshme është si gjë që mos themi kështu tani se bëhet, nuk është ai që mos se ç'a bëjnë këta. Jo, përkundra. Është zhanër i vështirë, po që besoj se po ja dalim me sa mund se kemi. Publiku e ka konfirmuar, kështu që ti vazhdon vetëm përpara. Si është çfarë duhet të bëjë një aktor i Portokallis përpara se të marrë përpara një material, ta përgatis, ta shkruaj, të kërkoj të interpretoj, të futet edhe në gjendje. Edhe kur s'ka gjendje, duhet gjendje. E rëndësishmja ka ditë për shkakun që ti nuk ndihesh mirë. Ka ndodhur diçka me veten tënde, aty duhet dalësh bësh përqeshur. Kjo është një sfidë mendoje, ju aktorë. Ndodh, po shiko, kur ndjen atë energjinë e publikut, dëgjon ato reagime, duart rokitet edhe sikur t'i japin spunto, aty e humb mendjen. Janë karikim ato? Satisfaksion. Po. Do me thënë, në rast se hapen kamerat e Portokallis pas skene, të shikosh kur dalim nga skena unë me Eugenit, ti thua ka ikur të dy. Ka pasur raste edhe që ne nuk kemi marrë atë që kemi pritur. Janë materiale që ne qeshim me lot me njëri tjetrin dhe del aty dhe thjesht në publik, në ata që vinë na shikojnë live. Pastaj hecën në televizion, ose hecën aty nuk hecën në televizion, është një gjë e çuditshme që nuk është se e kupton 100% ku je. Diçka diverse, ndryshon. Po. E kuptoj. Edhe tani se s'ma the përgjigjen, je më shumë tek teatri apo më shumë te skena e Portokallis? Mendoj që janë, si të pyesësh, këtë do më shumë mamin apo babin. Dhe të dyja janë dashuri për mua. Teatri ka Çfarë diferencon një artist aktor nga teatri dhe nga skena? Çfarë ka një gjë që është ndryshe, është aty ke kontakt, po njëjta gjë është asnjë lëgjë. Të njëjtën gjë bën si në teatr, si fakti që ti të duhet një muaj kohë të përgatitur dhe tu ke thjesht kjo është i njëjti aktor. Kjo është sikur je gjithë kohës në palestër, në stërvitje, Portokallia. Palestër, stërvitje, ushtrime dhe e ke shumë të shpejt. Pas keni bërë Palexo. Do me thënë, 2 javë e para kur nis sezoni është kështu që niset me Dembeles, pastaj çdo gjë ecën praktikisht rrjet. Keni përmendur 2 emra të famshme të Franceskës dhe të Nevinës. Pse pikërisht to dhe jo në një vaj si për qark aty në Channel? Shiko, ne po mendonim. Nevinën e kanë bërë çik më atëherë se ke aty e di. Sigurisht, po ne jemi qik lokalist. Edhe të dyja i kemi mikesha shumë të mira dhe të dyja janë nga anët tona. Edhe nuk kish ndodhur, domethënë, nuk është se Tysoni në perceptimin e vet. Se Nevina më fal nga anët tuaja? Nga Korça. Po, origjinën, po e dia këtë. Nga Korça. Si do ja bëj një Kam thënë jemi 10 milion vetë. Pas keni qenë. Keni pushtuar. Mendova se ishte Vlora apo Jo, ne jemi shumë, vërzon, jemi shumë. Jemi shumë qytet art dashës ne, do marrim shumë. Po me serenata si ke marrëdhëniet? Shumë mirë. Ke mirë. Na këto një serenat, hajde. Mora kitarën soka. Sa rova të thoja. Këtë vit të ri kemi nxjerrë personazhet e Endrit dhe Stefit, Gazi bën Endrin, unë bëj Stefin. Kështu që mirë jemi dhe me serenatat. Po kë serenat do? Po ja për shembull këtë. Nuk e di unë kë serenat. Mora kitarën soka. Dhe nisa këngën time. Tapi më këtë gotë për shokët dhe shoqërinë. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një. Se vajzat bëhen çupka. Çupka mëre rinia moj nuk vjen më. Do bëj edhe një fjalë. Ja, bën zonja, bën. Si e shikon veten për shembull mbas një dekade? Ndoshta shkova çik lart, po mbas
7 vite. Shiko, mua më ka zënë një frikë se jam në prag të 30-ave edhe A vash mos jam, a? për zotin, po nuk e di pse po e vuajta shumë këtë momentin që po i afrohem të 30-ave edhe kam nisur stërvit, po ndryshoj prefiksin, e kam nisur stërvitjen, po jetoj healthy, e ke parasysh. Nuk e di ku do jem pas 10 viteve. Po një parashikim. Dëshirat e tua ku janë për shembull, prioritetet e tua? Dëshirat e mia është objektiva që ke ndërtuar në mendje. Dëshirat e të kemi 2-3 milionë euro, si dëshirë. S'dashke shumë, po. Kurse si objektiva, mua më pëlqen shumë edhe produksioni, përveç pjesës aktrimit edhe prodhoj një film, produksion teatri, produksion televiziv. Më pëlqen të angazhohem me këto, më pëlqen këto biseda, diskutimet që bëjnë producentët përgjithsisht edhe ndoshta mbase në veç aktrimit do jetë dhe kjo plus. Tani nuk e dim se ç'ndodh në këto 10 vite, inshallah të jemi gjallë e gëzuar. Sa unë kam përshtypjen që ti do të shikoj edhe në muzikë, si këngëtar. Parodit ka nesër shumë mirë, a? Ka nesër. Unë shikoj kështu reelsa pafund. Dhe dikush është e bukur me këto parodit pafund që unë e kisha me shumë qef të bënim këngë gjysha. Dëgjoj çfarë do bësh, dëgjoj. Na i shkum dhe tavolinën, më shkum. Të marrësh telefon, Jarën Zerkën, të marrësh telefon, ti thuash kam përgatitur një tekst muzikor, po është nuk di çfarë do të them bombë atomike. Edhe kam dëshirë të ta prezantoj, do t'i thuash ti. Edhe ose nëse keni një projekt tuaj, ose keni diçka që e keni lënë në tentativë. Si aktor që je, mund mendosh ndonjë skenim tjetër, çfarë mund t'i bëjmë? Shiko. Çfarë mund të bëjmë? Të ta tregoj për një kohë pa të mirë, kupton, tronditë pak shpirtërisht. Çfarë mund të bëjmë ne me Young Zerkën? Si Tiranë, çfarë në Tiranë? Për çarin tjetër. Në Tiranë është në Tiranë. Prit tani. Çfarë mund t'i bëjmë? Në orën 7 ai e kishim lënë të vinim palestër. Nëse shkojmë të dy në palestër. Po, drejtojmë healthy patjetër. Drejtojmë healthy. Po çfarë mund t'i bëj Zerkës unë tani? Prit tani. Do besojmë shumë te profesionalizmi i aktorit. Çfarë mund t'i bëjmë? Një tekst. Një debutim. Këtu jemi fik në shtega. Një dalje kështu për shembull në këto klubet e natës, edhe dini ju, çka dini që këndoni bëjnë në një performancë. Prit sa herë, prit. Young Zerka po na kërkojnë. Ki di kishto? A mo lala çfarë po bën? Unë çfarë në shtëpi, çfarë po bën ti? Hiç mirë ka edhe. Ja dhe unë vërdall. Ore vlla, më kërkovi njëri për koncert në Kuçovë. Në Kuçovë? Ura? Po nga e shtuna e djela. E kishte kështu. Po këtë të shtuna, kishte kështu si private party ai. Sa unë lali. Po mirë këtë ja shty për javës tjetër unë. Po shtyja javës tjetër po. Po mirë ai tha dhe po ashtu tha të na bëni edhe ndonjë gjë tjetër me Zerkën, tha ndonjë këngë po mundu ta. Po më bëjmë mo? Ha? Si do i këngë? Çfarë këngë të bëjmë? Se nga këto kështu preferenca u vështë? Jo, kështu nga këto tipit përshëndesim filanin. Do me thënë donte që të shtonim edhe një këngë tjetër neve. Si të shtonim dhe? Nuk të kuptoj. Do me thënë përveç asaj që kemi bërë në Portokalli në fillim, e ke parasysh atë një bjonde një brune, të bëjmë edhe një këngë tjetër në këto ujra, e ke parasysh? Tip parodie me mua dhe Eugene-in. Si ta bëjmë në atë? Po ku di unë jam diskutojme, flasim. Se edhe paguan të goxha mirë, se është nga këta shokët e mi, e ke parasysh ti. Po mos është puna atje, po çfarë do bëjmë? Ku di unë mendojmë ndonjë gjë, nuk e di. Sa do këndojmë aty? Po sa do këndojmë avazin, si gjithmonë. Avazin, si gjithmonë. Me program, si gjithmonë. Po ja pyetje, thuaj. Okej, vllai të marr prap telefon. Do vish stërvitje sot? Jo, se jam në një vend vllai atë. Okej. Hajde. Ciao. Okej. Ai e mori çik të mirë. E mori të mirë. Po sigurisht. Jo, ai e besoi, jo e mori për mirë, ai e besoi. Madje kjo bisedë tani do vazhdoj, do vijoj. Patjetër. Po koncert në Kuçovë domethënë. Tani vetëm po u mendua mirë, ç'është ky koncert në Kuçovë që jep 12 tek lekët e mendoj pak aty. Do dyzua pak aty. Shoqëri keni, do xha vite edhe me Young Zerka. Shumë vite. Se nga Korça dhe ai. Edhe Zerka ka qenë një suport i madh për mua, kam pasur kështu vëlla të madh në shumë momente edhe më ka treguar shumë gjëra se si
duhet të ecë si unë. Ja kam marrë për bazë, apo jo, është tjetër gjë, po e kam pasur gjithmonë suport. Dhe është njeriu që më shtyn gjithmonë në rrugë të drejtë, të tipit jeto healthy, stërvitu, e më thet thash. Janë zero këtu në Tiranë apo kanë një më thash dëgjova që ishte në Athinë. Jo, do ikë në Athinë, nuk këtu në Tiranë. Artistët kështu janë, jo gjithkohës televizje po. Këtu jeton ai, përgjithsisht, po kush e di për çfarë ikën në Athinë për hallet e veta. Për artistët e rinj çfarë do doje të faj? Jemi në mbyllje, jemi pak minutash na ka ngelur. Për artistët e rinj, unë ka vdes për një këngë të Getinjos. Dhe ai thot shtërngoj duart, ndiqe pasionin deri ditën kur të shihesh me Zotin. Wow. Dhe unë vdes për këtë shprehje dhe e kam pasur kështu si shtys gjithë jetën. E ka pjesë të refrenit të këngës vet ai? Getinjo me një gocë. Prit. Është shumë e bukur si Si e këngë. ka se do ta dëgjoj edhe unë? Geti. Janë nga tekstet cilat Jo, me kë janë frymëzuese, Nita, motivuese. Getinjo dhe Nita, Nita. njeri quhet kënga. Njeri pa. Kjo është para fondit me Eglin. Kënga me Si Eglin. lindi bashkëpunimi për ta vash lutem tani se. Po, do, ndalemi pak. Ke bërë çdo bashkëpunime kështu. Çfarë thua? Ne jemi full në bashkëpunime. Me Eglin e kemi shumë shoqe, unë kam shumë shoqe. Po Eglin që s'e nga është në origjinë, se mos më thaj që doli nga Korça dhe. Po Gradeci. Nga Juglindja më andej. Vërtet ja se Të jemën e ka nga po Gradeci, po. Gjithë Korçar. Është Juglindja. jemi të lindur në për art more. Dhe i kishim thënë Eglit që shiko duam të bëjmë një këngë me ty dhe Egli ishte shumë e gatshme, vendosëm që të ishim natën e vitit 3 ta nxirnim këngën në Portokalli. Dhe kështu lindi si gjë. Parpret publiku nga Kedi. Në Portokalli patjetër. Në Portokalli Tyson dhe Gjyshja dihet që do jetë këtë sezon. Mbase Endri me Stefin edhe Vaskë Tutka që kemi nxjerr për vitin e ri, ndoshta do të jetë se doli shumë i bukur si numër. Edhe të shohim këto aspektet politike që unë mbaroj të bëjmë edhe çik humor politik, kështu që përveç Ramës imitoj edhe Sali Anjin me qira fjala. Po sepse i vi pak Urdhëroi nderuar. I vi pak në fytyr, kështu që inshallah Sali Anji bëhet kryeministër dhe unë të vazhdoj ta imitoj. Dy kryeministra. Çka ke imituar në jetë kryeministra? Si Nuk e di. Pa më fletë si kur. Më vi pak në pozicionin e Salianjit në rol, në gjendje. Më zure ngushtë këtu. Duhet isha përgatitur për këtë pjesë. Çfarë konkretisht ke spikatur një karakter, një Kështu fizikisht realisht këtë një gest, Po. E vetmja gjë që i kam kapur body language është që Saliani është për mendimin tim nga që është djalë shumë i mirë. Nga Korça. Korçaj më. Po si kanë thënë Korçaj. Po, edhe mua më pëlqen qëndrimi i Salianit. Nisa Mirmane është nga Korça. Po. Që ta dini. Ka shumë nga Korça të Po beton. flasim për koka, a? Jemi një tuf, të beton një tuf. Ja dhe ti po të pyesësh në shtëpi do të dal njëri nga Korça. Jemi papu. Unë vdes për Salianjen për momentin e qëndrimit. Qëndrimi i tij është syt drejt dhe ka mban kokën pak nga e djathta. Dhe normalisht kur flet gjithmonë me gestikulacion duash. Dhe her pas here i del Korçar që janë në lojë, sa i ka shumë të pastër, po është Si qëtë kollaj më, ja. është një gjë që Është, po. i dalin ca detaj. Duhet të kem një tekst tani se nuk më vjen. Po, e kuptova, e bëre lidhjen, e kuptova dhe të krijove si personazh. Okej, mirë, shpresoj që të realizohet ëndra jote që ti. Po do ta realizoj Ti realizohet ëndra atit na realizohet ne. Ore, se shiko, është paralelisht ajo është zinxhir e lidhur, Po, që po. realizohet aty dhe. Prandaj thash unë inshallah. Inshallah patjetër. Po, më mos. Jemi në mbyllje si do ta mbyllim? Ha, do ta mbyllim Po me çfarë të mbyllim, ne kemi mbyllur Po, 100 s'mund tele, sa sa u- mbyllim dot. u kënaqëm. Qa do tjetër të teme nga dy gjëra. Çfarë të ngelin ndonjë pa thënë? Çfarë do doje ti thoje për shkak? Përshëndes mamin, babin, gjithë ata që më dua dhe i dua. I përshëndet gjithë, po. Mund të japësh një mesazh mamit. Çfarë mesazhi ke për mamin? Për shembull, gjithë këto vite sakrifici. Marrëdhënie ngushtë, e ne çunave me nënat, kështu që motivim. Kjo është e bukur. Optimizëm që të ka dhënë shtys.
Wow. Shiko, jo, do ta lëm kështu, nuk kemi ne, je vetëm ti dhe kamera aty, kështu që kjo është i gjithë momenti dedikuar për nënën tënde. Mendoj që ti ke pasqyrë, ke si shembull tyre, ke si ku di unë. Nuk kemi ne këtu tani. Unë jam fëmia që në shumë momente të kam nxirr jetën, në shumë momente ti më ke falur jetë edhe të dua pafund. Fjalë zemre, shumë bukur. Tani përveç se na bëre për qeshur, kështu do na bësh për çfarë, more. Një aktor i ndodh kjo. Tip emocional jam kështu nga natyra. Kam një pyetje kush e gjen, kam një pyetje të fundi. Moj tash. Krici, Me telepati, çfarë mendimi ke? Nëse ti ke një pyetje, nëse ti mendon se çfarë jam unë duke menduar, mos guxo ta thuash. Kam një pyetje të fundit fare. Çfarë mendon ti se unë jam duke menduar? Çfarë mendon ti se unë do të bëj ty si pyetje? Po nga ta të shije falla i tani. Kalme të shikoj më një. Te një finxhanin të nga atje. Ua, sa e vështirë ishte kjo si pyetje. Tash unë mendoj që ti po mendon si pyetje, të më pyesësh mua me një pyetje nga e cila me një pikë pyetje brenda. Sa pyetje the. Sa ka qesh? Ama thuaj çfarë pyetje po mendon ti që të përgjigjem unë pyetjes tënde. Për të gjitha vajzat ora, ato që po të shikojnë, po të ndjekin, po të vëzhgojnë e të kam vëzhguar. Je single apo je? Çrëndësi ka. Çrëndësi ka. Zna thosha se një nga këto ishte atroz? Shiko, apo hermetik nga jeta private. Po, pra pa filtra, shiko, nga jeta, nga kjo pjesë e jetës, nuk jap shumë detaje, e mbaj shumë të fshehtë. Bën mirë. Nuk më pëlqen. Bën mirë, po. As të njihem nga gruaja, as gruaja të njihet nga unë, as e dashura, as... Bën shumë mirë dhe strategji e mirë se tu humbet kurioziteti si artist pastaj. Po, pavarësisht se mua do më interesonte ishte në... Në showbiz do vlla me këto bëjmë lajm, çu do hambukne, çu është merr vesh. Unë në disa raste dua të jem me këmbë në tokë dhe ditë them Dhe vetë që patriotin mos ma intimidon. Ore bën mirë. Su mbet kurioziteti pastaj. Ne do e donim këtë, por të lumtur, e ke të gëzueshme, e ke... Po, jam super mirë. Ajo pyetja ai i lumtur, je i lumtur? Lumturia është disa pika në jetë, po mu më besoj se jam i lumtur. Kam çdo gjë që dua edhe dua çdo gjë që kam, kështu që shumë e bukur. Super. Jam në rregull. Kështu do ta mbyllim se s'ka se si e mbyllim më bukur. Folëm qeshëm të duam për thyemi, bëm gjitha miq. Kështu që faleminderit shumë ke ide edhe ju, jam kënaqur shumë. Karriera jote është në ngjitje edhe të uroj vetëm suksese. Shumë faleminderit edhe ju, sa më shumë suksese. Faleminderit. Kështu të mbyllim miq edhe puntatën për ditën e sotme, do lëmë ritakim si gjithmonë puntatën tjetër me një dietër të ftuar. Mirupafshim. Mirupafshim.